Kjo rrugë në qendër të Vjenës, fare pak në qendër është një nga rrugët më të vizituarat kryeqytetit austriak për një arsye të thjeshtë. Në një apartament në këtë zonë, apartamentet po shihni, rruga vjen që sipër, një apartament në këtë zonë, pra një prej zonave qendrore të Vjenës, kryeqytet i perandorisë austro-hungareze, ka kaluar 40 vjet të jetës tij një nga njerëzit më të rëndësishëm të mjekësisë botërore, babai i psikanalizës Sigmund Freud. Freudi ka jetuar në këtë shtëpi nga viti 1891 deri në vitin 1938, e ka pasur këtu shtëpinë dhe klinikën. Kjo është dera e hyrjes, ky është muzeu i sotëm Sigmund Freud. Historia e Freudit është shumë interesante. Ai ishte i pari që ndërtoi dy teori shumë të rëndësishme, tre teori, po dy të paktën atë të pavetdijes, pra njeriu ka ndjesi të brendshme, shtysa të brendshme të pavetdijshme, të pakontrolluara, të cilat shfaqen në momente të caktuara të jetës së tij nga brenda, dhe e dyta ajo interpretimi të ëndrave, që çojnë publikimin e njërit prej librave më të famshëm të psikanalizës, ose libri themelor i psikanalizës në shekullin e 20, interpretimi i ëndrave. Sipas Freudit, ëndrat interpretojnë dëshirat të fshehura dhe të shtypura brenda secilit prej nesh. Me pavetdijen, ai shpjegon në një mënyrë edhe atë që ne quajmë lapsusi freudian. Pra kur ti thua pa dashje diçka që s'duhet ta thuash, po që e ke në mendje apo që e mendon. Lapsusi famshëm freudian, edhe në emisionin tim e përmendin her pas here. Pra ai e ka kaluar pjesën kryesore të jetës së tij këtu. Unë do ju tregoj shtëpinë dhe klinikën nga brenda, do futem tani. Historia e tij është interesante sepse Freudi lindi në Moravi, në zonën e sotme të Çekisë, duke qenë brenda në atë kohë pjesë e perandorisë austro-hungareze. Erdhi në Vjenë në moshën 4 vjeçare, mbaroi Universitetin e Vjenës dhe hapi klinikën e tij private, ku u bë një nga psikiatrit më të famshëm të Vjenës, të Europës së asaj kohe dhe më pas të globit, sikurse thash, babai i psikanalitikës. Tani po ngjitem në shkallët e brendshme të kësaj shtëpie. Në vitin 1938 ai u largua për një arsye të thjeshtë, ishte hebre me origjinë, dhe Anschluss i famshëm, bashkimi i Austrisë me Gjermaninë, përbënte një rrezik të madh për arsye të pranisë nazistëve, kështu që ai udhtoi me tren, u largua nga Vjena në drejtim Parisit dhe më pas përfundoi në Londër. Një vit pas mbritjes në Londër, ai ndroi jetë nga kanceri në Nofull, dhe në fakt një nga takimet e tij të fundit ishte ai me shkrimtarin e famshëm Stefan Zweig, mikun e tij dhe njeriu me cilin her pas here shihej dhe pinte kafe në Kafe Central në Vjenë. Tani po hyj për ta treguar nga brenda. Freudi shpjegonte, ja, kjo është pjesa e hyrjes. Kjo pra është rruga nga çdo ditë. Psikanalisti më i famshëm i globit ngjitej për në apartamentin e tij. Në këtë drejtim është Kafe Freud. Apartamenti është në mezzanin. Pra nuk është vetëm apartament, është njëkohësisht dhe pjesa e klinikës së tij. Pra është klinikë dhe mezzanin. Shihni. Ky është oborri i brendshëm i zonën, i banesës. Në gjithë shkallët, shkuar tash në mezzanin, në pjesën e muzeut të tij. Është do ta gjej se kush është. Do të shoh tani. Kjo pjesë nuk shkohet, muzeu duhet të jetë në këtë zonë. Këtu është apartamenti, këtu është zona e praktikimit. Hyra derën qendrore të apartamentit. Sendet personale të tij, syzet. Fotografia. Kjo është pjesa e apartamentit. Të gjitha sendet janë brenda, janë sendet personale të Sigmund Freudit.
I gjithë kjo hapësira është apartamenti i tij personal. Për një periskopive që ka përdorur. Fotografitë personale dhe familjare. Ai u vendos këtu në 1891. Apartamenti që ka shumë i madh fakt. E bie që ka jetuar në apartamenti jashtëzakonisht madh. Mobiljet kryesore të apartamentit u quan në Vjenë kur ai u largua për në Vjenë dhe u rizëvendësuan me mobilje tjera. Ky është balkoni i saj i bukur. Balkoni shumë i bukur me pamjen përtej ai ishte një lojtar i jashtëzakonshëm shahu, madje pretendohet që ka luajtur shah edhe me Trotskin, Leon Trotskin. Ky është apartamenti origjinal. Do t'ju tregojmë pas dhe klinikën dhe librat e tij. Dhe sëndët sërish personale. Kjo është çanta e tij personale me inicialet Sigmund Freud. Edhe pjesa e aparateve që përdorte për çështjet e psikiatrisë, shënimet e tij për pacientët. Ja ka dhe planin, siç ka qenë vitin 1938, dhe shive si është në 2020 identik siç ka qenë. Ky është projekti origjinal. Projekti origjinal i apartamentit. Duke hyrë në pjesën tjetër, që praktikisht duhet të jetë pjesa e klinikës së tij. Edhe Engelman në më e vogël për treguar në ekspozitën e tij gjitha pjesët personale të tij. Shkoj këtej se duket më e bukur. Kjo që nga pjesa më interesante. Klinika e tij personale, dera nga hyrjen, pjesa e hyrjes. Këto ishin fotografitë dhe pikturat e vendosura në dhomën e pritjes. Kjo është dhoma e pritjes, pjesa më e bukur ndoshta e shtëpisë së tij, tavolina e punës. Garderoba. Një pjesë e librave përdorur prej tij. Edhe fotografia klasike e fundit ku i kryen të vizitat. Edhe e vetmja pasqyrë e varur në mur, ashtu siç ka qenë atëherë. Ndërsa ky është koleksioni i tij i antikiteteve. Për arsye të pasionit madh që kishte për këtë gjë. Fotografi i tij personal. Letra e shkruar me dorë.
një nga njerëzit më të rëndësishëm të globit për arsye të teorisë të famshme të psikanalitikës.